Një përdorues i një platforme të tregtimit të ngjarjeve, të njohur si Prediction Markets, ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare pasi vendosi një bazë prej mbi $30,000 se Nicolás Maduro do të largojë nga pushteti vetëm një ditë para operacionit ushtarak të SBA-s në Venezuelë. Sipas raportimeve të Wall Street Journal dhe Axios, përdoruesi vendosi bastin që Maduro nuk do të ishte më presidenti i Venezuelës deri më 31 janar 2026. Llogaria e tij ishte krijuar më pak se një javë më parë dhe sipas burimeve të cituara, ai përfitoi mbi $430,000 pasi parashikimi i tij rezultoi sakt pas ndërhyrjes së madhe amerikane që çoi në rrëzimin dhe arrestimin e Maduros. Ky episod ka hapur diskutime të forta mbi mundësinë e përdorimit të informacionit të brendshëm të tregje që lidhen me zhvillime gjeopolitike. Disa analistë ngren pyetjen nëse ky person kishte akses në të dhëna konfidenciale për planet ushtarake të SBA-s apo thjesht bëri një parashikim të rrezikshëm por të suksesshëm. Të ashtu quajturit event traders janë individ që spekulojnë mbi rezultatet e ngjarjeve politike, ekonomike apo ushtarake, përfshirë zgjedhje, kriza diplomatike apo ndryshime në pushtet. Edhe pse këto platforma funksionojnë në një terren të paqartë ligjor në shumë vende, përdorimi i informacionit të brendshëm për përfitim financiar mbetet i ndaluar në shumicën e jurisdiksioneve perëndimore. Autoritetet nuk kanë bërë ende të ditur nëse do të hetojnë rastin, por sipas vëzhguesve të tregut, ky precedent mund të nxjisë një vëmendje më të madhe rreth ndërthurjes së inteligjencës shtetërore me tregje digjitale të parashikimit, veçanërisht në kontekste të tensionuara ndërkombëtare.